Policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim autorin e dyshuar të vrasjes së Pjetër Kaza, krimi ndodhur në orët e para të mëngjesit të djeshëm 1 qershor. Sipas bluve, vrasësi i dyshuar me inicialet GA ka qelluar me automatik në drejtim të shënjestrës së tij, në momentin që 57 vjeçari kishte zbritur nga makina për të hapur portën dhe për të hyrë në banesë. Si pasojë e plagëve të marra, 57 vjeçari Pjetër Kaza ka humbur jetën në vendin e ngjarjes. Si rezultat i hetimeve intensive, provave të mbledhura në vendin e ngjarjes dhe bazuar në informacionet e nga inteligjenca policore, grupi hetimor ka identifikuar dhe shpallur në kërkim një shtetas të dyshuar. Si autor të vrasjes së 57 vjeçarit, nga hetimi intensiv dyshohet se shtetasi GA për shkak të hetimeve nuk bëhet me dije të dhëna të tjera, ka qelluar me armëzjarje automatike në drejtim të shtetasit Pjetër Kaza, në momentin që ai kishte zbritur nga makina për të hapur portën e banesës. Si pasojë e dëmtimeve, 57 vjeçari ka humbur jetën në vendin e ngjarjes. Grupi i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë vjen punën për dokumentimin e plot ligjor të rrethanave të kësaj ngjarjeje, ndërkohë shërbimet policore vijojnë kontrollet në terren për kapjen e autorit të dyshuar të shpallur në kërkim për këtë rast, njofton policia.